Cilat janë testet që rekomandohen për një diagnostikim të hershëm? Për një diagnostikim të hershëm për sa i përket të gjenetikës apo tek çdo lloj gruaji që të çdo lloj gruaji, doktoresha. Ndoshta edhe mund ta përfshin edhe pjesën e gjenetikës, por në përgjithësi. Zakonisht kontrolli i shpesh që u themi grave është vetë kontrolli i tyre. Pra çdo grua duhet ta njohë gjirin e saj në imtësi. Duhet të bëj kontroll një herë në muaj dhe zakonisht një javë pas menstruacioneve. Për gratë që janë në kontrolli fizik, pra çdo grua duhet të shikojë, të njohë gjirin e saj dhe të shikojë çdo lloj ndryshimi që ka, nëse prek një mas apo një ndryshim në lëkurë apo një rrjedhje jo e zakonshme nga gjiri. Si është ndryshimi në lëkurë? Ndjes që ndërpres, po janë elemente shumë të rëndësishme. Po patjetër. Ndryshimi në lëkura mund të skuqet, mund të ketë skuqjet e lëkurës. Mund të bëhet lëkura si lëkura e portokallit, që është një shenjë alarmi, që patjetër duhet gruaja të paraqitet. Pra janë shumë shenja që çdo grua duke njohur gjirin e saj do t'i vëri re më shpejt dhe të drejtohet më shpejt tek mjeku për të parandaluar çdo lloj formacioni apo çdo lloj zhvillimi të kancerit avancimit. Po pa shkuar tek simptomat, sepse sëmundja ndoshta ka ato fillesat e saj dhe ne nuk duam që të shkojmë deri tek simptomat që janë shfaqur tani më. Pra të gjitha këto ndryshime të dukshme, qoftë në mas, qoftë në ndryshimet në lëkurë, që shumë mirë bët që i shpjegua që zonja të jenë vigjilente, sepse ndonjëherë edhe mund të mos kenë bërë këto kontrolle të rutinë, por tani më po e fusim në kulturën tonë që të jenë në kohë tek mjeku. Cilat janë ato ekzaminimet të tjera përveç po themi kontrollin fizik, por edhe të tjera që ju rekomandoni për t'i bërë në kohë? Ekogjiri, te gratë. Sa herë, doktoresha, rekomandoni këtë? Te gratë që nuk kanë problematika jenë në vitësh e mjaftueshme. Mbi 40 vjeç pastaj futet mamografia, që është mjaft e rëndësishme në diagnostikimin e kancerit të gjirit, por gjithmonë e shoqëruar me eko të gjirit dhe në rastet që mjeku i shikon të arsyeshme dhe me rezonancë të gjirit.